të gjithëve. Do të tregoj një lajm që është lajmi më i çuditshëm që sot e pash në orën 6 të pasdites me Gimbon dhe Selinin. Si mendoni ju? Lini komentin tuaj, a ju duket provokim dashurie ky prengu që do dëgjoni? Bëni like, subscribe në mënyrë që të bëjmë video më të mira. Si ishte prengu? Prengu i Selinit ishte ky. Ishin tek shtëpia, nuk e di se ku ishin, me një hotel, ishin në një vend dhe Selini ishte brenda dhe Gimbo ishte jashtë pishin. Tani çfarë bëri Selini? Vajti, unë tha do bëj, tha, sigur do marr kafe, tha. Mirë, vajti kjo, do bëj sigur do marr kafe, ai është e pishina, tha, e do bëj sigur jam rrëzuar. Vetëm kërkojeni një YouTube prank Selina Gimbos, asi dhe shkruani, po kur e pash unë thash 100% i provokon, si do reagoj ai. E pastaj se qa bëhet në vonë, ata e din vetë, po 100% i provokon se si do reagoj, a e do ose do me të vërtet. Dhe një intervistë tjetër që kanë tregonin unazat, dhe thoshin që me 5 qershor do jetë një projekt bomb fare. Nuk e di, e keni dëgjuar apo jo? Dëgjoni këto projekte se dhe Gjesti ka bërë 5 këngë të reja. Një ndërto është kënga fuqishëm që ka marrë gjitha dhe trend. Këngë të tjera pastaj njëra mas tjetrës të Gjestit. Dhe shu pra, si që thash, këto ishin të rejat e fundit nga VIP Fan. Do të shohim vidin, të me thënë, sezonin e ardhshëm. Do të edhim foto me youtubera, foto me personat të tjerë që a i keni para, jo, mund të edhim dhe foto me personazhet e Andales, ku i dihet. Kështu që bëni një like, një subscribe dhe mos harroni, klikoni butonin share, shpërndani videon dhe komentoni për këtë të Selinës, ju duket provokim dashurie kjo apo jo? Nëse po, pse? Nëse jo, pse? Po, nëse s'doni, mos komentoni. Është në dëshirën tuaj. Kështu që nëse kjo video arrin 1.000